Rekord historik në Shqipëri mbi 1 milion automjete të regjistruara, 1 në 2 shqiptar ka një makinë. Rekord historik në Shqipëri mbi 1 milion automjete të regjistruara, 41.7% e popullsisë ka një automjet, gati 1 në 2 shqiptar. Një analizë e Instat nuk specifikon ndërkohë ata qytetarë që mund të kenë më shumë se një makinë, apo të tjerë që nuk e zotrojnë një të tillë. Të dhënat e Instat tregojnë se numri i automjeteve arriti rekord gjatë vitit 2025, me mbi 1 milion mjete të regjistruara. Në vitin 2025 në Shqipëri kishte 361 automjete për çdo 1000 banor, nga 326 që ishte një vit më parë. Qytetarë thonë se arsyet kryesore të shtimit të automjeteve personale i shohin tek problematikat e transportit publik urban. Megjithatë, parku automobilistik në vend mbetet i vjetër. Mbi gjysma automjeteve, 55.3% janë pothuajse gjatë viteve 2000-2010, mbi 2 dekadat vjetra, ndërsa pjesa tjetër, 45.7%, kanë vit prodhimi mes 2006-2015, pra 11 deri në 20 vjeç. Kjo tregon se megjithëse niveli i motorizimit po rritet, shqiptarët vazhdojnë të mbështeten kryesisht tek automjetet e vjetra në moshë, të cilat përkundrejt çmimit më të arsyeshëm reflektojnë një ndikim më të madh në ndotjen e mjedisit, sigurinë rrugore si dhe kostot e mirëmbajtjes. Sipas Instat, automjetet me naftë vijojnë të dominojnë në treg, duke zënë 72.1% të totalit, paralelisht interesi për makinat elektrike po rritet ndjeshëm. Gjatë vitit 2025, numri i tyre u shtua me 91.2% krahasuar me 2024-ën.